shumë shpejt, po i dolën konfliktet brendshme. I dolën demonstratat, mëdha. Tani Washingtoni kundër Sacramentos, si e komentoni këtë frazë? Po kush është Sacramento? Kryeqyteti i Kalifornisë. Po e ti, pra. Pa atje në Kaliforni kanë filluar. E thash që ta dëgjoni njerëzit. Në Kaliforni ka filluar, ti e di. Po. Atje te Kamala Harris. Edhe në Urdha? Atje te Kamala Harris, Kamala Harris e quan dhe si shpinë e saj. Po, natyrisht, ja ka shumë. Ka një frukt shumë të madh atje. Gjithë historinë e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Nuk është rastësi. Është e njohur, është fakt historik me kontinuitet, me vazhdimsi. Ngjan presidenti Trump në një president paraardhës? Ja, asnjëri. Asnjë. Jashtë stereotipit të tyre. Mundohen ta vizatojnë ta krahasojnë me Andrew Jackson, po prap nuk e di. Po ata që njohun jo një. Pse me Kennedy do ta krahasosh ata? Ja, s'ka lidhje fare. Po çfarë? Janë shumë ata. As Truman, as Roosevelt, as Roosevelt. Me atë presin, nuk i dihet, se shikon. Presidenti I madh shkërqen me një akt, mund të ikësh pa bërë asnjë akt, nuk ke hyrë në histori. Krijove një akt të madh që e fitove hyrë në histori si njeri, si presidenti I nivelit lartë. Nuk diskutohet. Shumë e bukur kjo. Kjo është politika amerikane. Po me ata afrimin me Elon Musk dhe pastaj me prishjen e tyre, si të duk ajo? Nuk di çfarë. Ai ishte miliarder. E ka sjellë në pushtet këta. Presidentin. E ka sjellë në pushtet. Do të thënë ka investuar. Fushatat atje janë para zonës, zotri, dhe janë para të deklaruar, ta dish. Ai ka investuar për këtë. Po pse u prish? Si u prish? Si duket atij ka lindur ajo. Korrekt si që tjetë ai president. Shohë? Po. Do jetë presidencë e qëndrueshme ky 4 vjeçar? Do të thënë Trumpi. Po, për Trump. Do shikojmë se si do dalin këto. A do shuhet revolta që nisi apo do jetë pikë nisjes kjo apo do jetë pikë fundit? Kjo që po shikojmë, i keni parë revoltat që kanë nisur këtë javë. Ose këto 10 ditë. Shikojmë, kjo është pikë nisjes apo është pikë fundit? Shohë? Dhe një pyetje të fundit, tani presidenti Trumpi shkon ndonjëherë mendja për Shqipërinë? Nuk di çfarë të them, po marrëdhëniet me ne I ka pas të mira. Marrëdhëniet me shqiptarët I ka pas shumë të mira, ju e dini. Po se si e ka politikën tani edhe çfarë do bëj, nuk e di. Shpejt. Po ajo që thash unë është absolute. Që bota shqiptare në Ballkanin Perëndimor, aleate e Amerikës e forcon shumë Amerikën në luftë kundër Rusisë. Kjo është. Po politika shqiptare, ti ta shfrytëzoj këtë, ku diu pjesën e kryeministrit. Jo, mua më shqetësoi ajo thonja e Filip Riker, diplomatit I njohur, që ne nuk kemi të njëjtat interesa në Ballkan. Kjo ishte ajo që e kundërshtonte këtë avokat. Ja. E kanë ushtarake, nuk e kanë ekonomike. S'kan interes ekonomik këtu. Është ushtarake që apo akoma se keni parë. Është interes ushtarak. Një minutë. Ai ka flota ajrore këtu në Kosovë. Këtu ka marrë, ai e ka qytetin Stalin. Bazën, po ka dhe në Kosovë. Bon stil. Në Kosovë ka trupa. Të shikojmë, nuk është shpejt për të folur, po unë ju thash, ku është esenca e kësaj? Esenca e kësaj është që ai me botën shqiptare, politika amerikane, me botën shqiptare në Ballkanin Perëndimor, domethënë në Gadishullin Ilirik, forcohet shumë kundër Rusisë. Kaq? Të tjerat
të tjerat pastaj vjen dhe kthehen në poezi. Ky është gjykimi. Po në aspektin politik, kë mbështet Amerika në këto momente? Mbështet kryeministin Rama apo opozitën? Po ata e kanë në doktrinë që mbështesin kryeministin. Jo, dakord, por nuk e kanë përshëndetur për zgjedhjet, avokat. Ku kanë, i mbajtën një ftohtësi, po pastaj e përshëndetën. Më duket se e kanë përshëndetur, pastaj më vonë. I mbajtën një lloj ftohtësie, se nuk e kanë plotësisht vetëm këtë. Është i Parisit këtu. Nuk e dini. Është i Francës këtu. Atje e ka ky atë. Atje e ka marrë vlagën, ata ja dhanë të gjitha, ata e pron. Ata e ndihmuan për të gjithë karrierën politike që ka. Se ka qenë në Francë, në Paris. Në Paris e kam takuar dhe shpesh. Atëherë në këtë. Atëherë ata ja dhanë gjithë mundësitë dhe ky erdhi. Kur e takuat në Paris, mendua që do bëhej kryeministër? Ja. Absolutisht. Ishte piktor atje, nuk kishte kaluar akoma. Pastaj në bisedat që bënte, i mori në kapi, e futi në art atë. Koncepti i tij është artistik, nuk është logjik. E ke parë që flet me figura? Nuk flet me koncepte. Analizon politikën me figura, se vjen nga piktura, vjen nga arti i pikturës. A ju merr në mendim ndonjëherë, avokat? Nuk kam marrëdhënie me të më. E kam ndaluar marrëdhëniet me të. Tjetër, kishte ndonjë gjë? Avokat, të falenderoj shumë për këtë bisedë të këndshme. Miropafshim. Miropafshim. Shihemi. Gjithë të mirat. Të nderuar teleshikues, ky është emisioni im për sot nga unë Roland Qafoku, mirupafshim.